Vetë fakti që fitun pushtetin ose fitun zgjedhjet njerëzit antisistem, si që është rasti vetë vendosjes që nuk pranonte asgjë, s'pranonte prej Rambujes, deri te Euleksi, deri te format e kompromiseve politike, bile kanë shku deja që lartë sa që edhe Republika ju duke i pak, erdhen deri në situatën që faktikisht i morën votat njerëzit antisistem. Ran krejt ata institucionalistat, që dojshin me çdo kusht të mbrojnë sistemin. Unë kështu e analizoj. Mirë po, çka është shumë interesant, njerëzit që deri dje ishin antisistem, e në emër të kauzës së tyre antisistem, fitun zgjedhjet, sot i kanë qitë në pozit antisistem opoziten. Shisa interesant. Partit politike që deri dje ishin vërtet të përkushtuara për sistemin, për me ndërtu institucione, kopjun anën ndoshta më të keqe të qasjes antisistem nga partia në pushtet që sot, dhe sjelljet e tyre veç kanë ndru pozitat. Mirë, du të ketë një arsye pëse, du të ketë një arsye... Ne që shikojmë, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, ishin parti shumë institucionale, sidomos Lidhja Demokratike. Patër, çfarë i bën njerëzit ti ndëshkojnë? Nëse është në pyetje institucioni, ishin të gatshëm me bo kompromise. Që sot, kur bojnë veprime të saktuara, që i shoh, jo vetëm në këtë situatë, po edhe në dy parë sistemet zgjedhore që patëm, ranë në pozita të palakmueshme që në fakt shumë herbin në pozita antisistem me qëllim me çdo kusht me ardhë të pushteti. Pse atëherë njerëzit votuan 51% për dikën që nuk do sistemin? Ishin fajtor këta institucionalistët që nuk ditën me gjithat ta bëjmë punën, ta luajnë rolin për çka ishin aty, apo propaganda, mashtrimi, palës tjetër ishte aqe sofistikuar sa rënoi ata institucionalist që thoni ju, e që tani vet janë bërë institucionalist e këta i paraqesin si antisistem. Ku e gjeni ju arsyen? Pse 51% njerëzve votojnë pra? Me analizue populatën e Kosovës, zgjedhësit kosovar, shumë pak zgjedhin, ose kur shkojnë të kutia votimit, vendosin duke u bazue në programe zgjedhore, ose në kauza të qena, jo të pa qena, ende ndrojnë që në shumicë madhe e popullsisë, ende ndron në ato elemente që nuk kanë kur gjë të përbashkët me sistemin. Shpesh binë në kundërshtim me gjyqësinë, shpesh binë në kundërshtim me institucionet të ndërtuara duke u bazue direkt në kushtetut, që janë të gatshëm me thonë, jo, kushtetuta është keq, kjo e bojmë më mirë, ka ende. Opinioni kosovar nuk është çliru ende, nuk do të thotë që klasa politike një pjesë e saj është çliru nga kjo qasja antisistem, populata është çliru. Jo, është ende një pjesë e populatës, ende është jo si me thonë, mos të përdori elementin e rregulluar, e profilizuar, por vendosin më tepër duke u bazue në qoftë në informata të paqena, qoftë në kauza të paqena, narracionin që vizotron publik. Produkte politike që dalin, jo si rezultat partive politike, po që dalin produkte që nxerren politike nga turmat. Sfida e këtyre zgjedhjeve është dy sfida kryesore. Sfida e parë është, a do të riciklohet e njëjta situatë, që është sfida shumë ma, do më thonë, verzioni shumë ma jafër që do të ndodhë. Verzioni i dytë, që e mendoj që është edhe sfidë, a do të ndërtohet nga këto zgjedhje, a do të del
një fuqi politike e cila garanton funksionalitet politik, që nënkupton a do dalim për këtyre zgjedhjeve me mundësi të ndërtimit të institucioneve pa patur probleme. Kjo është alternativa e dytë. Mirë po, tash, në qoftë se janë këto dy mundësi të ndodhjes. Mundësia parë me ndodhë është në qoftë se zbahet kur gjë në këtë drejtimin e koalicioneve, drejtimin e parafrimeve, drejtimin e komunikimit, drejtimin e transformimit, qoftë të liderit ose të partisë, kurse kjo alternativa e dytë ka disa elemente që opinion publik po fillojnë të ndërtojnë, është fjala për koalicionin e një të djathtë të bashkuar, që kur thuhet e djathta e bashkuar nuk mjafton në nivel të një partije politike. Se unë e kom dëgju këtë nga Lidhja Demokratike. E djathta e bashkuar mund të ketë efekte pozitive në ndërtimin institucional, ndoshta sepse prodhon fuqi politike funksionale në qoftë se partitë e djathta gjejnë pika të bashkëpunimit. Këshini ju të ky grup. Këshini të ky grup. PDK, LDK, AKE. Sepse, në një farë mënyre, këto tri parti janë të proklamuara, pa marrë parasysh veprimet, shpesher ka bo veprime jo të djata, por në aspektin programor, në aspektin e statutit të tëre, në aspektin e formës e organizimit të tëre, ju gjasojnë partive të djata, jo të ekstremit, po dikun të qendrës, dikush është pak ma e djatë se tjetra, që një koalicion i tillë, programor, kish mundësue një koalicion edhe politik, qoftë para zgjedhor, qoftë pas zgjedhor, s'ka lidhje edhe pas zgjedhor, që një ndarje e tillë në aspektin politik e djathtës dhe majtës, pa dyshim, edhe jashtë vullnetit të tyre kishin mendoa edhe votuesit potencial. Të gjithë ata votues potencial që kanë dilema për individet të caktuar, për partitë të caktuar, faktikisht ata që janë të djathtë, që duhet shkoqër t'ju tregojmë. Të djathtët kanë me luftu për ketë, për taksat ulta, për taksën e shesht, për afirmimin e biznesit, për një qeverit e vogël, për privatizim të krejt pronave publike, e të tjera, mos t'i përmendit gjithë, dhe pjesa e majtë, që është në këtë rast VV-ja, kishin mu pozicionue që janë për pronën publike, janë për ketë, janë për taksën progresive, janë për pagesa plotësuese të mirëqenjes, bla bla, që janë në të drejtën e vetë për anën e mirëqenjes dhe anën sociale, që konsiderohen parti socialiste, një gjë e tillë ka mundësi që ndoshta në këto zgjedhje është afati shumë i shkurt për t'u profilizu, por në perspektivën politike, Kosova kish me ba zgjidhje sikur shumë shtete tjera. Dhe në një farë mënyre, edhe rezultatet e zgjedhjeve kishin me njerë me determinue ka po shkon Kosova. Unë mendoj se sjelljet e fundit prej kërkesës për marrëveshje politike që ka pas zoti Abdi Gjiku, e deri së fundi këto sjellje që po i bën me grupacionet të caktuara politike dhe me individ, si që është rasti tash me Vjosën, është në rrugën e drejtë të mirë funksionimit. Në kuptimin logjik dhe në kuptimin e kthimit në binar, në shina të kësaj partije. Se vërtet kjo parti ka bo kompromise të mëdha edhe në dëm të vetin kur është në pyetje funksionaliteti. Por kërkoj marrëveshje politike, ajo ofrua marrëveshja politike me atë ofertë që kishte Kurti. Nëse kërkoj diçka të tillë, a e shihni që ju ofrua, apo nuk ishte ofertë e sinqertë? Jo, nuk ishte oferta e sinqertë. Vetë fakti që nuk të kalun vetveten VV-ja, nuk të i kaloj vetë vetën, por propozoj dy përfaqësuesit më të fuqishëm të partisë në fillim për president, e mandej tërheqi, që edhe ajo tërheqje nuk ishte prap serioze, faktikisht nuk ishte ofertë
që mund të prodhon rezultat. Kurse Lidhja Demokratike, a ka pas kandidat, a nuk ka pas, a i ka ofruar në mënyrë të sinqertë ato në nënshkrime, apo nuk i ka ofru, aty nuk mund të spekuloj, sepse une në këtë rast jam vetëm vëzhgues nga jashtë. Por, në kuptimin kur ishin ullë dy përfaqësues, ose përfaqësues të partive politike, dhe jo me lujt me emra se cilin emën e kishë qitë vetë vendosja kishë fitu, ajo po dijet, s'ka ndryshmë mendësi, por me qitë kandidat të varun, e me i thonë të pavarun nuk ka kuptim. Ose, e qëtë një kandidat të pavarun, du të pajtuat edhe pala tjetër, atëherë konsiderohet konsensual, ajo dhe të shpreja konsensual, du më thonë i pëlqyër nga gjithë. Por, po e qes një kandidat, e qitë ti kandidatin tëmë, e dijet rezultati, pa njës loja dijet rezultati. Shtu që... Me gjithat janë 3 radhë votimi, kanë mundur të aprovojnë... Nuk du të flasë për emna për president, se s'ka kuptim, se janë kandidat të respektuar, të ke fundit se cilin në fushën e vetë, por këtu mangësit që ndrojnë të partit politike, tendenca e vetëvendosjes për të marë edhe pozitën e presidentit, po më duket ishte e definume. Sepse sado që për një periudhë gjatë kohore presidenti nuk ka ushtru pushtetin që i takon, përveç rastit të fundit të Vjosës kur filloi ta ushtron këtë pjesën e përfaqësimit ndërkombëtar, që dhe ai përfaqësim është në një farë forme i lejuar nga korniza kushtetuese, por edhe nuk është a priori i dhënë asaj, sepse e kem ministrin e punëve të jashtme. Mirë, po si do qoftë, ajo ndërtoj një farë frige, një farë skepticizmi, se po ma merë një pjesë të pushtetit, dhe me çdo kusht kërkun. Mandej, presidenti i Kosovës ka ingerenca më të fuqishme politike edhe institucionale se presidenti i Shqipërisë, sado që e krahasojshin. Jo, presidenti i Kosovës ka fuqi edhe në gjyqësi, në bilenat fazën përfundimtare të pëlqimeve,